Pas aksionit të policisë, ku u sekuestruan 40 ton marijuan, kryeministri Kristian Miskoski paralajmëron kontroll dhe shtesë nëpër kompani që merren me prodhimin e kanabisit mjekësor. Miskoski nuk e përjashton mundësinë që sasia e marijuanës së sekuestruar të rritet edhe të arrijë në 100 ton. Ai beson se vendimi ligjor është në rregull, por problemi është se ai nuk është zbatuar dhe se është vepruar sipas një rregulloreje të miratuar, e cila është në kundërshtim me ligjin. Unë tashmë kam njoftuar se në periudhën në vijim do të bëhen kontroll edhe në objekte të tjera, sot në qeveri do të merret kjo detyrë dhe unë, për shkak të aktiviteteve të tjera nuk do të udhëheq mbledhjen, do ta udhëheq zëvendës kryetari Dimovski, por pres që vendime të tilla të merren edhe në ditët në vijim dhe të kontrollohen të gjitha kompanitë që në një mënyrë apo tjetër kanë marrë licencë për të ushtruar këtë aktivitet. Miskoski tha se në një periudhë të caktuar, kur janë dhënë licencat, ministri aty ka qenë Venko Filipçe, aktualisht kryetari i listës mos opozitare, por theksoi se problemi nuk është te licencat, por tek rregulloria që është në kundërshtim me ligjin. Dihet kush ka qenë, mund ta paramendoni që në periudhë të caktuar ministër atje është edhe Venko Filipçe, por licencat janë punë tjetër. Puna e dytë është se është sjell rregullore që është akt nënligjor me të cilin lejohet të prodhohet lule kanabisi që nuk i plotson normat e GMP-s dhe këtë kanë qenë të vetëdijshëm që e kanë bërë dhe nëse nuk i plotsojnë ato norma, është e logjikshme se gjatë përdorimit të ekstraktit nuk mund të licencohet dhe të gjendet të lëshohet për shitje. I pari qeverista se janë siguruar shumë prova për këtë skandal dhe siç tha, çështja do të jetë shumë më e madhe, duke shtuar se kjo është vetëm fillimi nga ajo që kanë si indikacione. Kujtojmë se të shtunën Ministria e Punëve të Brendshme zhvilloi një aksion të gjerë, brenda të cilit u sekuestrua një sasi e madhe marijuane në një subjekt juridik në Shkup. Janë gjetur dhe sekuestruar rreth 9 ton marijuan dhe mbi 1300 shishe me vaj kanabisi, ndërsa nga subjektet juridike nga rajoni Juglindor janë sekuestruar mbi 31 ton marijuan dhe biomasa.